Dibra ka çelur sezonin turistik të këtij viti në Lurë, në një nga zonat më të bukura të vendit tonë. Me një aktivitet festiv, Lura priti 10 qindra vizitorë në ditën kur hapet sezoni turistik veror. Kjo ditë përkon edhe me festën tradicionale të Lurës, Shënkollin. Aktiviteti u shoqërua me valle e melodi të ansamblit Lura, ku u ndoq nga të pranishmit në këtë event festiv. Në fjalën e tij, kryetari i Bashkisë Dibër, Rahim Sfahiu, tha se Lura tashmë ka portat e hapura me asfaltimin e rrugës, por do të ketë më shumë investime në mënyrë që kjo zonë të kthehet në destinacionin turistik numër 1 në vendin tonë. Rruga e Lurës së fundmi ka bërë që Lura të jetë një nga destinacionet më të frekuentuara nga turistë të vendas dhe të huaj. Kemi diskutuar bashkërisht para se të mbaroj rruga që do bëhet rruga dhe do ta gjetë pa përgatitur për fluksin e turistëve që do vinë. Dhe ashtu ndodhi. Por tani forca të gjithë, bashkia, emigrant, lurian, kudo që janë të vinë, të ndërtojmë, të shtojmë numrin e shtretërve, të shtojmë numrin e bujtinave, e cila të jetë më e frekuentuara jo vetëm Dibër, por edhe në Shqipëri. Të gjitha këto objekte që janë qendër Lurës do të bëhen fasadat dhe çatit. Shumë shpejt do fillojmë edhe me rrugën e liçenëve. Kea projekte të tjera, bashkia dhe qeveria për Lurën. Lura do të jetë epiqendra e investimeve të Dibrës për periudhën në vazhdim. Ish ministri i drejtësisë Sulsi Manja tha se Lura meriton dhe do të ketë vëmendje të veçantë nga qeveria për të investuar më shumë në zhvillimin e turizmit në këtë zonë. Fjalët e mia dua t'i them jo si politikan, jo si drejtues politik i qarkut Dibrës, sepse deputetë dhe drejtues politik, majtas e djathas do të vinë, do të shkojnë, do të vinë tjerë, por dua t'i them pak fjalë zemre si një dashamir si Lurës me cilën qënë vitin 2009 e deri më sot nuk më është ndarë na njerë shpirti, me përjashtim me periudha pak të shkputura, por gjithmonë me shpirt dhe me zemër me Lurën, që ditën kur me rastin e 100 vjetorit pavarësisë vendosëm bustin e Dom Nikol Kaçarit, birit Lurës, atij që ka vënë firmën tek ajo pavarësi që sot gëzojnë shqiptarët. Banorët e Lurës vlerësuan asfaltimin e rrugës, e cila ka dhënë efektet e para duke sjellë më shumë vizitore duke afruar më shumë qytetin e Peshkopis me zonën. Ardha e rrugës tu, shive sa njerëz ka. Vjetë ka qenë as 50% të këtyre që janë sot. Si vjetë është dyfishuar. Kjo vetëm saj të asfaltimit të rrugës. Infrastruktura është kryesore për zhvillimin e Lurës. Kjo fest është fest tradicionale e krahinës Lurës. Me 100 vjetë, Lura e ka festuar këtë fest. Në Lurë, keq fa shikon. Në Lurë, keq fa dëgjon. Në Lurë, keq fa kujton. Mësuar. Shënkollën na kemi festuar ka pres pas pres. Shënkollën shëmërin. Po të si modernizua, moderne. Nuk o primitiva, dhe na vishin mish, taja, pia, nipa, edhe për në shpi. Po të të si, vinë ensemble, vinë turista, vinë në post, ma zërua, ma madhe, shumë ma mirë, shumë mirë. Sot o festa Shënkollit, këtë festa kemi festuar gjithmonë, po sot po festuar akoma më shumë, sepse e boni rruga për ta festuar me njerëz që vinë nga Tirana, nga gjithë vendet dhe nga Evropa, Lura që jetojnë kudo në Evropë. Dhe vinë për festën e Shënkollit dhe të Shmërisë. Gëzuar festën e Shënkollit. Gëzuar me gjithë. Faleminderit. Kjo fest tradicionale e Lurës. Kjo festa festu me sheku i Lurë. Në një ndër festa më të vjetra të Lurës. Kjo quhet festa Shënkollit Lurës. Dhe këtë fest Lura ka fituar gjithmonë. Edhe tash është bërë edhe më e mirë sepse vin nga gjitha krahinat e Shqipërisë në Lurë. Faleminderit. Lura ka pas dy festa kryesore, Shënkollin dhe Shmërinë.
Po festa e Shën Kollit Lurës ka ndër festat më të vjetra. O festë shekullore para Skënderbeut, para kohës Skënderbeut. Dhe Lura ka trashëguar, ka bërë gjithmonë. Lura ka qenë katolike, por më vonë Lura u bë edhe musliman, por edhe musliman të festojnë festën e Shën Kollit. Jo vetëm katolik. Festë tradicionale e Lurës që festohet 2 herë Shën Kolli dhe Shëmraja. Janë festa të Lurës tradicionale. Festa tradicionale. Po, tradicionale. E shekujve. Po, është festë tradicionale, janë dy feste që Lura i ka bërë gjithmonë, është Shën Kolli ose Shën Nikola, më saktë, dhe Shën Maria ose Shën Maria. Këto kanë vjen nga lartësia si feste që ne kemi festuar gjithmonë, nuk dihet prej ardhe, por gjasat janë se janë popullsia jonë ka qenë katolike dhe 75% janë musliman, 25% janë katolik. Me regjimin turk transformuan, ndërruan, por që si festa në origjinë, festa kristiane.